Sot do të hapim një temë të ndihshme që mund të prek shumë familje, trashëgimia dhe marrëdhënia sidomos mes vëllait dhe motrës. Kur ndahet pasuria, shpesh vjen në provë edhe lidhjet familjare. A është heqja dorë zgjedhja apo zgjidhja e lirë, presion i heshtur apo një keq kuptim mes ligjit, fesë dhe asaj që e quajmë ne zakon. Për këto dilema do flasim sot në studion e emisionit të mëngjesit me Iqbale Berisha Huduti, islamologe dhe gjithashtu aktiviste për drejtat e grave. Mirëmëngjes, mirëse. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Ndërkaq në lidhje direkte kemi avokaten Femije Gashi. Mirëmëngjesi, zonja Femije, mirëse erdhe. Mirëmëngjesi, Gulçe. Por, jemi dhe me kolegën time, Arta Beqiri. Arta, mirëmëngjes dhe njerë. Mirëmëngjesi prapë, Gonxha. Atë nisur nga statusi juaj që keni publikuar në Facebook, në rrjetin tënd social, ku keni shumë djegës dhe komunikoni me masën, kemi vendosur ta bëjmë këtë temë, të flasim pak se si bëhet kjo ndarja e pasurisë mes vëllezërve dhe motrave. A është ende temë tabu në vendin tonë, apo ka filluar të shohim rezultate pozitive në këtë aspekt? Unë, sipas informatave që kam, Usaidi që ka punu para 10 viteve, ka rritë atëherë mëse 4% e grave në Kosovë të e marrin trashëgimin me dëshirë pa mos pajtimen mes vëllaut dhe motrës. Ndërka që në jetën e përditshme që hasë dhe në rrjetet sociale, në live-et e mia që i bëjnë në për rrjetet sociale, sidomos TikTok e pastaj e barti në YouTube, kanalin tim, aty shoh se kjo çështja e trashëgimis ka ngecur dhe nuk ka ndonjë perspektivë rreth asaj se po zhvillohen ndryshime. Përveç po bëhen disa ndryshime tek gjeneratat e reja, për shembull tek vajza ime, që babai i saj e ndan pasurinë në mënyrën e vet, mirë po, gjerisa babai i saj nëse nuk e ka nda pasurinë me motrat e saja, me motrat, pra me hallat e bijës time, atër kjo prapë është një padrejt. Pra nuk mund, mirë po, ka raste kur hallat ose nën presionin e ligjit, i cili është i padrejt dhe nuk shoh barazi gjinore me atë ligj që thot hek dorë nga pasuria, trashëgimia e babait, ose nën presionin e zakonit, ose nën presionin e ignorancës, mosdijes, laicitetit, që nga aspekti fetar gjithashtu, ajo është obligative me marë hakun e babait për me mund me pa përparimin e vëllezërve në momentin kur ajo e merë hisën e vetë, trashëgimin e vetë, ja lehtëson edhe babait, gjendjen e tij shpirtërore nëse nuk e ka të gjallë, mirë po, edhe ja lehtëson përparimin ma njerëzor, ma human të vëllezërve. Qartë. Mirë të pyesim dhe zonjën Femije se si është reguluar me ligj kjo çështje. Unë befasoj kuptim pozitiv i Iqballi që ju qas kështu të drejtës siç parashihet me ligjin mbi trashëgimin, e nuk e bëri prezantimin siç parashihet me drejtën e shariatit, me qenë se kam qenë debate me hoxhallare, me fritrinë, i kemi shqiptu këtë sene, domethënë shumë pikpamje. Ligjin mbi trashëgimin, domethënë parashef të drejtat barabata që pas vdekjes së prindërve, domethënë nëse ata kanë lënë pasurinë, trashëgimtarë janë domethënë si djemtë si vajza barabar. Mirë po, kjo mendësi a ka dëpërtuar në çdo familje, a është ngrit vedia, kjo diçka tjetër. Edhe në anën tjetër, për shembull siç është rasti jam, ku në mënyrë vullnetare ju kom, domethënë një motrat, kemi qenë 3 motra, i kemi hequr çdo nga e drejta për të trashëguar dhe ju kemi lënë vllaznive, mirë po fatbarësia është se raportet me familje, me vëllezër e kemi të shëndosha shumë të mira. Pra ju keni hequr dorë vetë pa ndonjë presion, po. Një vullnetare, domethënë kemi heq, kjo para se të shkojmë te noteri, me që se është bërë shqyrtimi i trashëgimisë, unë si juriste që kam qenë familje, e kam bërë një proces verbal, kështu veç që t'jetë një dokument ku kam shkru që ne heqim dorë nga trashëgimia, ju lëmë vëllezërve, mirë po ata me mirë besim
do me thonë neve dhe fëmijët e tonë na presin edhe kjo ka ndodhur. Kështu që është shumë përkeqardhje kur unë si pjesë e sistemit drejtësisë nëpër gjykata shoh motra dhe vëllezër, të cilët sidomos këtë rast vëllezërit do me thonë bojnë përpjekje maksimale që t'ja cenojnë të drejtën e domosdoshme. Sa shpesh hasni në kësi probleme? Ose unë e kisha pyet, për mos me shkuta ajo sa shpesh hasim në kësi probleme, a ka mundësi ta di nga ana juaj personale pse keni heq dorë? Pse ndoshta ka qenë edhe arsyeja pse nuk kena pas nevojë ekonomike, mirë po ja që ka qenë vullneti im, do me thonë që ajo trashëgimi t'ju takoj vëllezërve të mi, edhe them të drejten, unë nuk po promovoj për shkak se në familjen time, do me thonë ka fillu ndryshimi, vajza ime është në pjesë të barabarta me djemtë e me, edhe nuk është që kam rovë, do me thonë prej e mentalitetit, por ja që ndoshta arsyeja ka qenë se edhe nuk kemi pas nevojë. Zonja Fehime, nëse mund të bëj një pyetje, si do t'jetë tash të relacioni tek fëmijët e tu? Do me thonë, pikrisht do shta me thonë që unë mendoj që ndryshimi fillon pikrisht jena në nënat, të cilat duhet qysh prej momentit lindjes t'i përgadisëm të gjithë fëmijët, se edhe motra është baraz me ata, në mënyrë që qëllimi çdo prindi, besoj që edhe është edhe imi, është që mrapa një të mos lënë konflikte mes fëmijëve, për shkak se nëse lindin konflikte për çështje pasurore, atëherë edhe edukimi, edhe krijimi asoj familjes nga e prindë një farë dali dështum. Kështu që unë kisha pyet, edhe Angjelushës vajzës time të vetme që e kam qysh mosha 7 vjeçare, bashkë me bashkëtorën time kemi ble banesën, do me thonë, edhe djemtë ato e pranojnë. Mirë po, ndoshta nuk është se dhe du të miro me njerë me që kanë mrena natës këtyne ndryshimeve çfarë janë të traditës. Prandaj u tha që duhet që nga vëzhlia të flitet për këto tema. Po, vetëm unë edhe një pyetje kisha pas. Nëse zonja apo motrat e avokatës kishin pas kushte të vështira tek burrat e tyre, a kishit marrë ju ise? Po tash nuk po mëj me preeduku, dhe me thonë na me dashuni shumë të madhe maksimale, ju kemi lanë vllaznive. Këtu nuk është çështja e emocioneve. Dëgjam, jo për të promovu veten përmes televizionit, por unë, familja ime, nështë edhe jena modeli se si funksionojmë me atë dashunin vllazërore, lidhjen çfarë kam, jo vetëm me vllazën, po edhe me fëmijët e vllau. Po, vetëm kur janë pyetje ligjet kur janë pyetje emocionet e tjera nuk hyn punë. Prandaj ju thash, nëse ju kishit qenë të varfëra, 3 motrat, ose po e marr shembull, a kisha marrë unë e hise, apo mos kemi ndonjë frikë në vete, unë për vete po tham, jo për juve, që në momentin kur e marr hisen mua me zakon, me kanun, me vetveti me adete që i keme vllaznit, ose ta mbyllin derën, ose automatikisht prishën relacione. E keni marrë në një Iqbale ju hisën tuaj? Une nuk e kam marrë për fat të keq, nuk e kam marrë, mirë po para 10-15 viteve, vetëm e kemi nda gojarisht, se unë vllaun e kam teolog, 3 vllazën jemi 4 motra, dhe nuk kemi pasuri ashtë madhe, as 5 metër katror, mu nuk më takon të vllajim, mirë po, për shkak asaj ndërgjegjes dhe përgjegjësisë që e kam të Zoti, unë para 2 dite e kam pa që vllaznit 15 vite, veç me goj e kanë dhënë hisen, edhe unë para 3 diteve u inspirova nga një këngë shumë e bukur e Vjollca Haxhiut, e përuroj tekstin kush e ka shkruajt, hisja e motrës, edhe më trokiti diçka në derë, thash pse unë po e la këtë procedurë që 15 vjetë e kanë dhënë në mënyrë gojore, por as kush nga të 3 vllaznit nuk po lëvizin, unë e futa në procedurë dhe e fillova këtë punë, jo për që më kanë met me i marë 10 metër katror, po për arsye se dua që të vetëdijsoj prej sote të tje, kom e marë një fushat, kom nevoj të më ndihmojnë organizator që miren me këto struktura teknike, se nuk kam atë mundësin, dhe do të filloj këtë fushat të fillu prej vllaznive të mi. Vllaznit si vllaznit, normal, kur është në pyetje paraja, unë po them 5 metër katror, po do të ketë ma shumë, sepse jemi 4 motra, mirë po unë si një muslimane, si një shqiptare,
që jam, edhe që e praktikoj ligjin hynor, aqë sa mundëm në jetën e përdiqme, unë nuk pajtohëm me ligjin e Kosovës, i cili bën jo barazi në tek vajzat e tona shqiptaret, lutëm, sepse është jo barazi nëse më pyetni mu si besimtare muslimane, jo si muslimane shqiptare. Për arsye se numër një ligji i Kosovës, qofte edhe në krime, marigona u mbyt e tjera, një person që ka bo 130 krime ka bo mrenda 10 viteve dhe gjykata, prokuroria nuk ka marrë rast për me mbyll, derisa e ka pru të një masakrim i Maragonës. Prandaj, sepse ligji nuk e mbron gruan e Kosovës, në përgjithësi, sepse i jep të drejtën në nën ligje të heqë dorë. Pa presion, ato janë vetëm fjalë të kota. Sepse unë dua një vetë disim të aboj që vajza të mos ketë të drejtën, as mashkulli, gjemani ju zonjusha gazetare, edhe ju, gjemani një rast në Kosovë, që vlau thot, unë po heqë dorë edhe po shkoj të pasunia e gruas apo po dalë në soka. Ato janë preferenca individuale gjithë se cilit, zonja avokate mund të tregoj më shumë lidhe me ligjet. Mirë pa është preferencë individuale, si për mashkullin që mund të heqë dorë, ashtu edhe për femrën mund të heqë dorë. Po cili ka qenë komenti, Po ta dëgjojmë, me qenë se po flitet për ligjen, zonja është një ligj në frymen e ligjeve të gjitha shtetet të Bashkimit Evropian, është një ligj i cili e një barabarsin, do me thonë, çështjen e trashëgimisë, po flasëm gjithmonë të prindrit. Une nuk e njoh atë. Iqbalja pi referohet vllau. Une jam muslimane. Vllau nëse e ka pasurinë e vet, vllau e ka rendit parë, trashëgimtar, e ka gruan edhe fëmijët edhe nëse janë prindrit gjallë. Kështu rregullon ligji. Do me thonë ti mos ju refero pasuria vllaut, po referoju është pasuria prindve të me dhe nuk e kuptoj se për 15 vjet ende do me thonë nuk është bërë shqyrtimi i trashëgimisë, kur parashihet që me njëherë me vdekjen e personave të cilët lënë pasuri, tash për vitin 2013 edhe është ligji mbi noterin, është një procedurë shumë e shpejtë ku bëhet, do me thonë, para noterit. Mirë po, zonja avokate, unë e mendoj... Ai përket legjislacionit është shumë rregull. Nuk është rregull, nuk është barazi vetëm femra me heqë dorë. Në vitin 2026, çdo familje, kudo që është shumë dijeni se ligji mbi trashëgimin i parashet barabartë edhe djemtë edhe vajzat. Mandej, sa arrihet brenda familjes kjo që të kalon me mirëkuptim, ajo është diçka tjetër. Për arsye se në përgjykatë... Çka kishit bërë ju, zonja advokate, nëse unë nuk pajtohem me këto 50-50, sepse unë i hynë në hak vllautim. Jo, ti i hynë në hak nëse ti flet me të drejtën e sheriatit. Po, unë ato e praktikoj. Unë e kom me vdekje dhe kom me praktikuar atë, du ta praktikojnë dhe vëllezërit tu, madje ata janë dhe teolog. Pra është një çështje tjetër që ju keni vendosur që me sheriat të ndani pasurinë. Mirë, po ata nuk po dojnë ta ndani pasurinë. Ata po duan, po e zhagojnë për arsye se edhe unë nuk kam insistu shumë, po tash po insistoj para 3 dite, po insistoj unë me marë, sa do me qenë edhe 2 meter 4 orë, po se e kam lënë zhak, se e kam lënë zhak unën, se kom pas probleme ma të mdaj. Avokatin atë regon, kur gratë kërkojnë pasurin vite më vonë këtë rasti kurse zonja Iqbale, ashtë e mundur kjo ligjërisht? Natyrisht. Jo me ligjin e sheriatit, sepse sigurisht të përflasin për ligjet Kosovës. Nëse nuk është bërë shqyrtimi trashëgimisë të prindve të familjes të Iqbalit apo dikuj tjetër, në moment kur bëhet shqyrtimi i trashëgimisë nuk ka mundësi noterit që ta kaloj vetëm të djemtë, edhe duhet, do me thonë ata të paraqesin për shkak se praktikën gjyqësore ka ndodhur shpeshherë që edhe ende në procedurat kur vëllezërit e kanë msheh për shembull një motër, nuk e kanë prezantuar fare se edhe ajo është do me thonë në vojza motra e tyre. Ose një jetim. Mirë po nuk mund të kaloj do me thonë pronësia të vëllezërit pa e dhonë pëlqimin motrat. Kjo ka qenë edhe do me thonë me ligjit e Jugosllavisë. Qka nëse unë nuk dua ta marrë hisën si mas
konventave të Kosovë ndërkombëtare apo kushtetutës së Kosovës sepse mu ky ligj nuk më pëlqen. Mësi ngatrë konventat, kushtetute, mësi ngatrë. Po kushtetuta është e bazuar edhe në konventat ndërkombëtare. Është e bazuar në disa sepse njerëzit i kanë kriju këto ligje. Por unë si Iqbale, Berisha, Huduti, si një muslimane, shqiptare, nuk dua ta zbatoj ligjin. Çka pason si mas asaj? Unë dua ta marr hisen, por nuk dua, mu në feja më mëson se nuk bën gjysë me gjysë, 50%. Për ata që nuk e din lidhje me ligjet kuranore, çka thot për ty si grua shqiptare lidhje me pasurinë? Faleminderit për pyetjen shumë adekuate. Shiko, unë e drejta e shariatit në fakultet edhe kanunit është vitin e parë sa e di, e drejta e shariatit është lëndë brenda fakultetit juridik. Kështu që aty ta mundësojnë, për shembull, ligji... është në kuadër të lëndës historia... historia e drejtës së shariatit. Dhe së drejtës, edhe aty përmendet kjo. Po, përmendet, vetëm të shkojmë masi për shkak minutazhës. Aty na mëson edhe ligji, se unë kam pyet për këto, prandaj dua ta filloj këtë fushat, që une nëse i si muslimane besimtare, se muslimane me emër ka 95%, por muslimane besimtare që dua të dale pastër para Zotit, unë për shembull i tham vllau tim, shiko vlla, kushtetuta e Kosovës, neve na je 50-50, por unë mbi të gjitha jam njëherë muslimane, pasta jam shqiptare. Pra ju njëherë muslimane, pasta i shqiptare. Po, në atë aspektin që duhet me dhëmë përgjithësi njëherë para Zotit, e pastaj para ligjit. Se para ligjit japesh përgjithësi, marrish penalti, ndërka që para Zotit, merë penalti vllau ta njetën që në themelet e haramit e kryon pasunin e vetë, edhe plus në botën tjetër ka me dhënë përgjegjësi nëse e ka ditë ligjin e Zotit edhe nuk e ka zbatu për shkak kanunit ose për shkak kushtetutës Kosovës. Çka bëhet? Nëse unë me vllaun tem e ndaj, i kemi për shembull 2 motra edhe një vlla, i kemi 100.000 euro trashëgimi prej babës tem, unë e ndaj 50.000, Zoti na ndan, 50.000 për vllaun, sa i ka 2 ise, e 2 motra i marrin nga 25.000. Na këto e ndajmë mrenda interno, mrenda familjes, mirë po, kur shkojmë në gjykat, faleminderit që po doni me në nda hisen, vlerësusi e bon këto para hoxhës, njere marim katastra, pastaj shkon vlerësuesi, thot keni 100.000, e pastaj shkojmë të hoxha. Hoxha thot që to 100.000 ndani kështu. Kur shkoj unë të noteri, unë nuk i thëmë që e kum da me shëriat, se si intereson ati. Ati intereson gjykatësve me ta ullë ty të drejten me thënë, heq dorë ma mirë, se ta mshelin derën. E valla, një vlla që ma mshel derën. Për shkak pasunistime, vetëm edhe që ta përfundoj, për shkak pasunistime, a i nuk është vlla. Nuk është vlla. Prandaj, vetëm edhe që ta, kur shkoj të gjykatësi, na e kemi nda interno. E kemi marrë, vetëm i thojmë avokatit, ju lutëm na paraqitni, që kjo pasuni është e motrës, që kjo e vllau, që kjo e motrës. Nuk i intereson atyra e kënda me sheria. Si ju po hedhni pluhën ndaj ligjit Kosovës, që thoni nuk është i barabartë si për gratë, si për burrat, ku ligji i shariatit qenë ka po e favorizon burrin këtë rast. Shiko, diskriminon gruan. Po, shumë pyetje e mirë. Er-rijelu qawwamuna 'ala an-nisa. Kjo është formula e humanizmit, e njerëzillëkut. Burrat janë përgjegjës për mbi gratë. Grua kuptohet. Pra gratë po shkelen në këtë rast. Jo, nëna përgjegjës. Kur je përgjegjës, ka shumë domethënie. A mund ta plotësoj bollën? Jo, të ta kryt lutëm se hub kuptimin, fjala e Zotit. Jo, nuk lejoj, të lutëm fjala e Zotit e hub kuptimin. Ju lutëm Zotit. Ju lutëm, fjala e Zotit. Kur është në pyetje nuk më interesojnë këto kamera, sepse kamera e Zotit është vitë gjitha.
Nëse një burë e ka, pse merë 2 hise, sepse e ka përgjegjësi, numër 1, 4 gra, nënën, motrën, gruan, vajzën. Deri sa të vdesin këto 4 gra, a i ka përgjegjësi me u kujdes për to. Prandaj, një vajzë e cila nuk martohet, shembull, vllau ja jep një hise, jo 2, mirë po, deri sa të vdes ajo motra, prap, ajo është si pas ligjeve kurorore, motra po jetë e shkelur. Ata marrin me mendjen e zonjës fëmijës. Sepse ajo nuk ka përgjegjësi me çu pagën e saj te burri i saj. Po burri duhet mu kujdes. Nëse unë e kam gjysmë milioni prej babës tem, burri tim nuk i takon as 1 euro. Qartë, ta marrim mendimin e zonjës fëmijës, sepse deshi plotësoj dhe ndjes zonja fëmijës, sepse ju lam pak të prisni. Po besoj që te na është e drejta pozitive që quhet ligjerisht që vepron në Kosovë e nuk vepron e drejta shariatit. Prandaj këto sqarime është mirë që sqarohen për personat që jetojnë, domethënë në Arabin aton, po te na nuk vlen ne. Jo, Kurani jo për krejt botën. Te i ballin kundërshtim me veten. Jo, të lutem. Njëkohësisht thu duhet më marrisja, njëkohësisht e cenon sipas teje, se di ki teori shumë. Sipas Zotit, Thojnë 2 motra bojnë një vllë. Zoti e ka thënë, jo i me gojen tonë po e diskriminon. Jo, Zoti e ka thënë, unë veç po e përcjelli. Ti jemi të korektu? Nuk thom unë diçka. Unë nuk kam drejt të mendoj. Kur është në pyetje fjala e Zotit. Nuk kam drejt, unë po mendoj. Unë e di ose nuk e di. Po ti po bjen kundërshtim me veten. Zoti, pak studioni ligjet e Zotit. Edhe keni me pa. 15 vite, nuk e kena diskutu me vllazën për me nda trashëgimin, edhe njëkohësisht që edhe një besimtare absolute e Zotit, po thu fjalët e Zotit, atëherë, a është fjala e Zotit që mas pari t'janë raportet në harmonit plot me familjen. Edhe është e detyrim fetar kjo. Do me thonë që të kemë raportet mira me familjen, me njerëz të gjakut. E tash kjo te po bjen kundërshtim. Jo, unë i raportet i kom ekstra të mira. Apo e dini ju që si kom unë ekstra të mira. Nëse ti takosh në gjykatë me vllaun, që to raportet e mira që janë ligjet hyjnore të Zotit, këto do me thonë po të rënditen. Në moment kur shihesh me vlla me motrën në gjykatë, këto vetëm janë raportet të rënditura të shkruar. Jo, zemër, nuk janë të rënditura. Ju lutëm, shkoni ma objektiv bëhuni. Jo, mos flisni si shqiptare, po si juriste. Jo, ju flisni si juriste. Une nuk shkoj në gjykat, apo të avokati, për arsye se vllau ka me ma mbyll derën. As me amar me zor, as nuk kemi problem. Vllau im në Prizren dje e ka nis procedurën. Ai që është në Amerikë, tha qka duhet për vlerësus, për hoxhën send, unë e ja pagesën. Do me thënë na kemi shumë si besoni gjykatës dhe avokatit. Sepse nuk shotë drejta barazi, në këtë qështje, kur thonë se vajza duhet të hekë dorë. Ju gjenmin disa raste që vllau ka shku të gruja e motrës krejt pasuninja ka falë. Edhe ligjet kurorore po qesin gruan për diskriminojnë dhe për lënë në barë. Nuk ka shans reale, nuk ka shans gruja në islam. A dini sa është e ngritur. Unë për shembull, unë nuk investoj kur gjo as 1 euro, po e ka përgjësi burri mu kujdes për mu. Qaq se e ka standardin. Nëse aji e ka standardin, me pas një dhome një salon, unë e kam standard, unë du të mu pajtu me që ato sa ka burim. Jo me shku... Unë nëse kom pasuni, unë shkoj ashtoj, e blejnë komshis një banes, edhe një dhome salon. Por ajo është e imja. Ajo është e imja. A burri im duhet me investu ta në kohën, me qatë smundësi, jeton me një banes, jeton me një kështjel, po unë jam ajo që i kam drejtat madje matë më dhaset burri tim. Shojmë se çfarë mendimi lidhur me këtë ka
avokatja? Na jemi robënesha të sistemi. E di që në aspektin fetar, burri ka obligim me majtë grunë për këto raporte kanë ndryshme. Deri të këpucat. Na shpemna punojnë, na shef, na 4 femna sot jena studio, do me thonë kanë ndryshu edhe mendoj që cili ka mundësi të punon, ka obligim ligjor, prap edhe këtu, konfron ligjit për familjen të Kosovës, që të kujdeset për tjetër, mande ju e dini edhe nuk më pëlqen mu ky ligj. Edhe kurora kur lidhet, thuhet kurora ligjore, për mendoj para. E qka me bo që nuk më pëlqen ky ligj? Qka me bo e nderuar avokate? Po ty nëse s'pëlqen ky ligj, shka jeton në vendet unë jam shqiptare, mos ma përzi fen me kombin. Feja ka zbrit për të rusë në jam muslimane, pasta jam shqiptare. Po edhe këtë rast unë që tu kam li. Unë jam advetare. Okej, largoje shqiptare, sepse kemi edhe rom. Po, shqiptare dhe jo vetëm. Kemi edhe sërb, kemi edhe turk, edhe hajde leni sërbet se kanë fe tjetër. Kemi na dhe rom që kemi njëjtën fe. Largoje shqiptare, unë jam advetare. Mu nuk më intereson hiq Arabia, apo Irani, apo Jordani. Shkurte kam edhe një pytje. Ju keni edhe vajzët e djallë. Si do t'ja ndoshti pasunin? Do t'a diskriminosh vajzën të tras? Unë që kam pasunin për shembull, hajde 100.000 po shkojmë Marumbullak për me kuptu njerëzit. Njëherë unë e kam me marë 1/4 e pasunis. Pasunia ndohet 2 lloje, dhurat, derisa është gjallë burim, edhe kur të vdes burri, jo gruaja, kur të vdes burri, atër 1/8 e pasunis, ndahet në 8 pjesë pasunia, 1/8 mua më takon, hiq ma shumë. Sepse une s'kom investu, jo e ta kry, sepse une s'kom investu në atë shpi, une e kom vetëm 1/8, por ta njetën une kom bo një investim veta jak 1 milion euro, nuk i takon burit. E këtu në 100.000, djali jemi merë 50.000, më falni, në 3 pjesë ndahet, djali im i merë në 100.000, 66.660 euro, vajza ime i merë 33.300 euro. Do me thënë ndahet pasunia në 3 pjesë, djali 2 pjesë, vajzës 1 pjesë. Për fund, zonja Fëmije, kam dhe një... Pasuria, në momentin kur lidhet kurora mes 2 bashkëshortëve, do me thonë si pas ligjit mbi familjen Kosovës, konsiderohet pasuri e përbashkët, ajo pasuri e cila krijohet prej momentit kur është lidh kurora mes 2 bashkëshortëve, deri në momentin kur zgjidhet kurora apo eventualisht... Une nuk e zbatoj këtë lidh. Bashkëshortët, tash... A ka mu si edhe më zbatohet, se të dikush të zbaton? Spajtohëm. Po, zonja. I valë dhe gjova dhe i tash trego kur të pak. Ose për dalë prevencionit. Pak në dërmyra, nuk pajtohëm. Nështë është interesi shikuzve me kuptu këto. Edhe me vetë faktin që quhet pasuri për bashkët, nën kupton që me vdekjen e njërit bashkëshort, gjysmën e pasuris, do me thonë e trashëgon bashkëshorti tjetër, përfshi edhe varësisht sa fëmijë ka, për shembull janë 3 fëmijë, edhe përveç asoj, përveç gjysmës pasuris, edhe 1/4 aty me fëmijë, do me thonë, për shkak se ajo është pasuri e përbashkët. Mandej me vdekjen e prindve, automatikisht e trashëgojnë fëmijët, ose eventualisht mungon njëri nga fëmijët, atër automatikisht vinë, do me thonë, trashëgimtar fëmijët e fëmijëve. Nuk pajtohëm. Si pas ligjit, mbi familjen dhe trashëgimit. Okej, si pas ligjit nuk pajtohëm, hajde ligji, letë ma zhe... Ose pajtot i shkon në Parlament Kosovës atje paraqitit tendencët. Jo, unë e shkoj falë organeve të drejtësis, më kanë vënë, ju lutëm, falë organeve të drejtësis. E shpallë kryetari i Kosovës. Jo, zoj, në parlament unë e kom bo draft propozimin, po për fatë keq nuk më pranu në politikë këtë vitë. Për fatë keq. Në është tanë vitin tjetër. S'ka problem, kom ku hyune, se e kom masën. Për fatë mirë, organet e drejtësis
nuk e dëmtojnë qytetaren e Kosovës e cila jeton me një dignitet me vlerat e saja morale dhe fetare. Unë shkoj të ligji, më falë, ti e ke bo 50-50, më rezutni, po unë e kom kriju me këtë burin tim që veç ka qenë mas me është sjell 1 milion euro, valla s'po du mja dhënë 1 milion, gjys milioni, pse mja dhënë burit gjys milioni, kur unë e kom dhënë kontributin. Shkru martesën. Po, s'jom obligative. S'jom obligative. Ashtu mundet me bashkëtu ligji, feja edhe zakonet, pa e dëmtuar njëra tjetërën, të marri mendimin e zonjës Femia dhe këthejmë studio. Mundet. Unë mendoj që mundet, do me thonë, për arsye se unë mendoj që kur jenë pyetje raportet familjare, që është shenjtri, familja, edhe aty mund të kombinohen, aty ku ka mundësi të mos cënohet familja, edhe nëse funksionon e drejta zakonore nuk ka diçka tragjike. Ajo me qarë? Po shumë e drejta shëriat. Po, shkurt lutem. Sepse edhe nëse familje në asilën vazhdimisht me rregulla familjare, do ta humb kuptimin kjo familje në Kosovë, çfarë është e njohur dhe çfarë dallon nga familje tjera në Evropë, të cilët janë më egoiste, edhe do me thonë për arsye të pretendimeve pasurore dhe damtojnë raportet familjare. Shkoni në Arabi, se kjo më ka kushtu me jetë. Me jetë më ka kushtu me burgje, prej moshës 14 vjeqare, kur e kom qitë që të shamin, drejtori i gjimnazit, kom qenë Vukovaci, thëshin, me gjitha peshe, kam mund me zgjedh cilin do drejtime, kom pas shumë dëshira arkitekturën, edhe më ka thënë, në moshën 14 vjeqare, ma ka ndalë shkollimin, edhe më ka thënë, shko në Arabi. Ju lutëm qëtë fjalë mos ma përmendi, se po më boni pa drejtësi veç me fjalë. Islami nuk ka zbrit, Islami nuk ka zbrit për Arabët. Zonja avokate, studion e mirë. Kosovje ligjet, studioni, të lutëm, respekto pak fjallën. Islami nuk ka zbrit për Arabi, për të rruzullin toksor. Kush do në pranon, kush do nuk e pranon. Po mjaftë mua me këto diskriminime që po naboni, shkoni në Arabi. I ban muslimone jam, e dërbat që në bilet. I të gjitha adhetare, mande jam shqiptare, mande prindrit ma kanë mësuar fen. Kaq. Faleminderit shumë dhe shpresoj që s'keni probleme për emocionet, ama shumë po më prej kjo fjalë, edhe besoj që shpeti kom me nis një program televiziv, pa para gjykime me Iqbalën, qoftë në klan, qoftë ku do që tjetë, qoftë edhe në studion time private. Faleminderit. Zonja Femia, faleminderit shumë për kontributin. Para gjykimet na mytën. Faleminderit. Unë veç për thëmë një realitet që jetojna në Kosovë, jetojna me këtu ligje që pari kem, nuk ka vend për këtë shkuptim. Miqdashur, është koha tani për edicion më të ri të lajmeve.